Edhe ajo është një pjesë që duhet me menu, bre. Po dhe po cila është ma e mirë? Me u martu për hatër tjerve, që po mbetësh vetë, apo me u martu me dashuri? Sepse pasaj këto dyja... Ose po thëmë, ose po martu, me dashuri, jo vlo. Se pa e dasht, sidomos në ditën e sodit, pa e njoft pak personin, pa e dasht, s'ka zbesaj që ka që martu. E do veç edhe ajë nësë është ku mërgjia e merë, s'te marë. Ose përdoru si janë dhe na duke. Na spelidhën bre me këtë pjesë ta ku po shkon direkti te ata ku mërgjit ose te ata. Unë është me dashtë dhe një njëri që është në rrasë. Nuk miret buri për 1 orë gjys as për 2 ora, e një të kuptu. Edhe femra dhe moshkullit du të me pas do sene që janë të nevojshme për me kriju familje, që ajni të folë komozia, siksi. O vloti, mësu merë, mësu nisë me piknisje e kime të keqë ti. Tani jo po mdel buriket, po del buriket se ti menimet i kitë këshia. Am del kështu, am del ashtu. Ka raste që po thullë që të shuten pas vakli, ka raste mund ka rasizm, ka shqit pas vakli, u dalë përdoru si alkohol. E tja ki kusht me gjithë një 5 vaklia? Jo, se kom kusht, po në dhe shaj djali mira. Haj djali mira, përshe, që që ka? Po të se falet të sene? Po më njës njëri prej do temave të saktume. Martesa, unë e menoj që është pak më ubo me dashni. Ditë vetë sotit, unë s'po dhja me thonë pi përgëzoj, kur e një kom pas raste, sot ka thonë, e njoftova dikan, mas një jave u fejova, bravo ju. Jo, nuk mund është ka raste, unë për një javë nuk mu feju. Ka be ka të në kohë, ka lume njështë që kanë pa grote veta, ti nuk mundesh me njoft një person, të pakten mi dalu dët mira edhe të donë pozitive dhe negative që ka. Pa mundet me qenë si pasu vjen një person i lumëtur, pa martes edhe pa fëmi. Po mëra, shushja, që unë më përshkëllqaj. Ka shumë. Ja, do e rida.